Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të emisionit Rreth të Vërtetave. Sonte kemi të ftuar një artist që me zërin e tij ka prekur zemrat e shumë njerëzve. Një këngëtar që ka ditur të krijojë identitetin e tij muzikor, të sjellë emocione të forta dhe të fitojë respektin e publikut. I sinqert në këngë dhe i drejt për drejt në jetën e përditshme. Ai është një nga zërat më të veçantë të skenës shqiptare. Në këtë mbrëmje do të përpiqemi të zbulojmë disa nga të vërtetat e tij, ato që fshihen pas muzikës, pas suksesit dhe pas njeriut që është sot. Me mua në studio është Gent Hoxha. Përshëndetje. Faleminderit. Shumë faleminderit për prezencën tënde sot. Kënaqësi dhe për mua. Okej. Gent, kur e kuptove se muzika do të ishte rruga jote? Në fakt ka nisur shumë herët, ndoshta më them nga mosha 5-6 vjeçare. Kam qenë në klasë të parë dhe këndoja zakonisht gjithmonë nëpër shtëpi. Edhe mami, babi e kishin vënë re që kishte diçka aty. Dhe mbaj mend në atë kohë kanë qenë audicionet tek Gjeniu i Vogël 3. Para shumë vitesh se me matematikën jam shumë keq. Edhe njëri i parë që më ka shtyrë në fakt ka qenë një kushërire imja, goca e hallës, që kishte parë që unë kisha vesh muzike dhe kisha zë, kisha talent. Tha Genti, unë po shkoj se da jo vetë është këngëtare këndon. Tha Genti, unë po shkoj për një audicion, tha, pse nuk vjen me mua? Unë isha, okej, mirë, e provojmë. Edhe kështu nisi gjithçka, domethënë që fillova ta kuptoja që kishte diçka. Okej. Cilat janë kujtimet e tua nga paraqitja e parë në skenë? Paraqitja e parë ka qenë siç thash tek Gjeniu i Vogël, mbaj mend kam qenë një fëmijë shumë i llastuar, shumë hiperaktiv, shumë i stres. Edhe në fillim nuk kisha emocione në skenë. Domethënë ishin emocione shumë të bukura për mua. Isha shumë i lirshëm në skenë. Isha shumë vetvetje, isha shumë i çlirshëm edhe. Ka qenë emocione të bukura. Ishin emocione që ty të ndihmonin në skenë. Patjetër që më ndihmonin. Domethënë në atë kohë unë isha aq i vogël dhe ndjesha sikur thjesht i përkisja skenës, atë duhet isha aty. A ka pasur një moment kur ke menduar që të heqësh dorë? Ka pasur shumë momente, me thënë të drejtën. Tregu në Shqipëri është i vështirë. Talente ka pafund, po ti duhet të dish të sjellësh atë ça publiku do në ditët e sotshme ose të përshtatesh edhe. Sa e vështirë është që të hysh në industrinë e muzikës shqiptare? Është e vështirë të hysh sepse duhet të jesh i talentuar, përpos talentit duhet të kesh diçka që të jetë ekstraordinare ose e veçantë që ti të spikatesh edhe publiku ta përqafoj. Fat të mirë në këtu kemi edhe kompeticione, siç kanë qenë për shembull X Factor, The Voice, janë edhe festivalet Kënga Magjike, festivali RTS-s. Domethënë për te pjesës që ti mund të bësh një këngë dhe të bësh një klip edhe ta postosh, janë edhe këto kompeticione dhe festivale që artistët e rinj zakonisht i ndihmojnë për patur një dalje, i hapin dyer, po. Domethënë për të patur daljen e parë, për të treguar këngën e tyre, për të shfaqur talentin. Kjo është e mirë për ne, sepse të paktën i kemi këto edhe është një trampolin shumë e mirë, domethënë për të hyrë në treg. Cila është kënga që të përfaqëson më së shumti si artist? Kënga e parë do thoja, kam të veçantë, kam më afër zemrës sepse ne si artistat të rinj ka qenë më ndjer sepse ka qenë kënga e parë, domethënë ishte si një ëndër për mua në thonjza, e bë realitet që okej, po bëj debutimin tim të parë, këngën time të parë edhe me atë jam i lidhur. Përpos që ka qenë edhe dedikim teksti. Dhe ne artistat i pretojmë çik më shumë këto. Okej. Tekstin e keni shkruar vetë? E ka shkruar dhe kompozuar Adi Hila. Okej. A ka ndonjë këngë që nuk do të doje ta këndoje si artist? Ka shumë këngë që s'do doja të këndoja. Që nuk e preferon, për shembull, po e ndjen veten në çfarë rrymë muzikore ti e ndjen veten se ose që të përfaqëson ty më së miri? Zakonisht unë jam këngëtar i muzikës pop ballad, R&B, këto janë stilet që më pëlqejnë më shumë dhe rrymat që preferoj më shumë. Dhe që ndjej veten unë. Tekstet e tua burojnë më shumë nga përjetimet personale apo nga historitë të tjerëve? E ceke pak më herët që kënga e parë ishte edhe një dedikim, po në përgjithësi janë pra dedikime të tuat apo në përgjithësi po, tekstet e mia janë dedikime të mia sepse më bëjnë mua që ta përjetoj më shumë këngën edhe t'jap 100% shpirtin tim dhe emocionin tim, po. Zakonisht të gjithë artistët e bëjnë këtë. Domethënë, pas atij teksti gjithmonë fshihet, ndoshta jo 100% një histori personale e tyre, por fshihen domethënë. Patjetër që ka diçka të vërtetë aty nga jeta personale.
Okej. Me kë artist shqiptar do të dëshiroje që të punosh në të ardhmen, të kishe një bashkëpunim, pse jo? I preferuari im është Elban Ramosaj. E dua shumë atë, më pëlqen shumë. Vdes për muzikën e tij, për tekstet e tij. Pra ty e ndjen veten më së Më miri pëlqen dhe do shumë, doje më pëlqen shumë. Më duket shumë interesant dhe shumë ndryshe nga të gjithë artistët e tjerë. Okej. Cila ka qenë momenti më i vështirë i karrierës tënde? Ndoshta momenti që unë e kam përjetuar pak më shumë ka qenë pas pjesëmarrjes time tek festivali i RTS-s. Unë nuk isha i kënaqur me veten, me thënë të drejtën, isha pak i zhgënjur dhe ne artistat jemi pak harsh me veten tonë, jemi pak të rëndë sepse kërkojmë më të mirën. Edhe kur jemi mirë, gjithmonë kërkojmë më shumë nga vetja dhe gjithmonë e gjykojmë veten. Edhe pse jemi mirë, gjithmonë duam edhe më mirë akoma. Edhe aty ka qenë pak e vështirë për mua se e kam përjetuar keq. Nuk isha i kënaqur me materialin, me performancën time, me komentet pak në thonjza, edhe aty e kam përjetuar keq. Domethënë ishte një moment që u zgjenjeva shumë me veten time në radhë parë, saqë isha gati të thoja që okay, that's it, nuk këndoj më. Të paktën në këto festivale. Të paktën në këto festivale jo më. Si përballon kritikat dhe komentet negative? Sa i ndjeshëm je kundrejt publikut? Po tash zakonisht shumicën e rasteve i marr me shaka, se ka komente që edhe më prekin kështu, po jam fani të paktën, edhe i marr me shaka. Pastaj ka ca komente që e mbyllin një sy kështu. Po ky si e rakte. Po kjo. Po tek e fundit nuk do na duan të gjithë, kështu Po patjetër nuk do na duan të gjithë. do ketë edhe komente pozitive dhe negative. Patjetër. Sa e drejtë mendon se është industria muzikore në Shqipëri? Jo shumë, me thënë të drejtën. Nuk e mendoj këtë sepse ka shumë artistë të talentuar në vendin tonë që janë shumë underrated, që janë shumë të pa vlerësuar dhe ka artistë të tjerë që ndoshta nuk janë shumë të talentuar, po janë entertainer. Domethënë janë persona që bëjnë show, bëjnë performance, Por që s'kan atë kualitetin si artist, këngëtar tamam i vërtet. Edhe kjo ndodh rëndom, sidomos tash vitet e fundit, edhe komercialiteti që është kthyer edhe çdo gjë dhe mendoj që është pak e vështirë. Okej. Për ty, suksesi matet me çmime apo me dashurinë e publikut? Suksesi për mua matet gjithmonë me dashurinë e publikut. Çmimet, okay, është satisfaksion për veten tënde edhe kur ti arrin të marrësh një çmime dhe për diçka që ti ke punuar fort, por në fund të fundit është dashuria e publikut ajo që të bën ty ta përjetosh më shumë gjëra dhe. A ke ndonjë zakon që publiku ende nuk e njeh? Sa zakon e kam unë? Çfarë mund të thuash diçka që Ja, të themi gjë të thjesht fare. Flesh shumë gjuhë. Mezi jam zgjuar sot. Do të nuzoj çdo ditë në orën 12:30. Fillon dita në orën 12:30 për mua. Edhe vazhdon. Në zakon është i thjesht fare. Cila është frika jote më e madhe? Frika kështu si përjetim apo një fobi e imja? Tani, mund ta marrim edhe Ti them të dy, se i kam. Okej, frika më e madhe është të humb njerëzit që unë dua më së shumti. Kjo është frika ime më e madhe. Ndërsa fobia më e madhe që kam janë gjarprinjt. I urrej gjarprinjt. Zvarranikët, I kam o zot i madh. Edhe hardhucat, se edhe ato më ngjajnë si gjarprinj. Është fobia ime më e madhe që kam. Kur ke ndjer lumturinë më të madhe në jetë? Tani jam shumë i lumtur. Çfarë të bën ty të lumtur? Jam shumë i qetë, jam shumë i lumtur, nuk kam stres, bëj punën që dua, rrethohem nga njerëzit që dua dhe mund të them lirisht që jam në momentin më të mirë të jetës time. Aty ku kam dashur të jem gjithmonë. Jam shumë i qetë shpirtërisht, emocionalisht jam shumë mirë. Jam shumë i lumtur. A ke ndonjë këngë që lidhet me një dhimbje personale? Po, të gjitha këngët lidhen, qoftë me dhimbje personale, qoftë me përjetime personale. Kështu që, po. Okay. A ka pasur ndonjë përjetim të pazakont me ndonjë fans? Po, ka pasur. Ka pasur, unë do them ato që mbaj mend.
Flirte. Po, flirte me fansa ka pasur. Pra, shumë ngacmime. Kacmime, flirte. Ka qenë të pazakonta apo? Shumë të pazakonta, po ka pasur edhe të pazakonta. Edhe të pazakonta. Për shembull, ka dashur të më rrëmbej një puthje. U- Po, Si reagove në atë moment? një putha. E pranove pra. Pranova, po patjetër. Okej. Sa rëndësi ka për ty komunikimi me ndjekësit në rrjetet sociale? Unë kohët e fundit jam shumë into këtyre rrjeteve sociale dhe postoj gjatë gjithë kohës. Po jam i lidhur me rrjetet sociale dhe me ndjekësit e mi në rrjetet sociale. Mundojmë që të ndaj çdo gjë nga jeta ime e përditshme, qoftë nga muzika, qoftë nga jeta ime e përditshme. Domethënë mundojmë që të ndaj çdo gjë me ta. Jam bërë si këto influencerat që Po, pra, dalin. kalon Përshëndetje, një ditë me mua. Isha këtu bëra këtë. Kalon goxha Po, kohë. kaloj shumë kohë, sidomos në Instagram. Jam non stop në Instagram gjithkohës. Është bërë edhe si smundje tash. Në duket që është diçka e Po ne përgjithshme. gjenerata e re jemi gjatë gjithë kohës. Get, si e sheh dashurinë e publikut shqiptar për muzikën vendase? Në vitet 2000 zakonisht publiku shqiptar ka qenë më shumë i lidhur me muzikën e huaj, se ne akoma nuk kemi pasur shumë artistë në treg edhe që të bëjnë muzikë dhe muzikë të mirë, por sot në ditët e sotshme po, e përqafojnë muzikën shqiptare, kanë madje shumë artistë që janë të preferuar shumë për publikun, edhe bëjnë muzikë shumë të mirë, janë të lidhur me muzikën shqiptare. Okej. Ku e sheh veten pas 10 vitesh në muzikë? Planet e tua për të ardhmen? Si e shikon veten si artist? Me një 3 albume, me 3 koncertet e mia më të mëdha. Po flas për këtu në Shqipëri që mos ikem. Mos të shkojmë më tutje. Po, të jemi me këmbë në tokë, mos jemi televizional. Ja 3 koncerte aty tek Arena, do ishte. Ishte perfekte. Okej. Çfarë këshille do t'i jepje të rinjve që duan të bëhen këngëtar? Që të shkojnë për të. Ti ndjekin ëndrat e tyre, ta fillojnë të kapin çdo mundësi të parë që ju vjen, sepse nëse vërtet e duan dhe nëse vërtet e kanë pasion, do ja dalin. Do ja dalin Për të i patjetër. vështirësive. Për gjithë ka një derë dhe do ta gjejnë rrugën e tyre. Okej. Nëse nuk do të ishe këngëtar, me çfarë do të merreshe? Çfarë ëndre ke përveç këngës ose një tjetër aspekt që ti merresh në jetën tënde? Me atë që po punoj tani. Them të drejtët, unë kam qenë shumë, që i vogël kam qenë shumë i apasionuar mbas veshjeve, mbas fashion, mbas lookeve. Kam qenë shumë i apasionuar edhe gjithmonë kam pasur rëndër që të kem një brand timi. Unë kam punuar për shumë vite në dyqane veshjesh, kam qenë shumë i dashuruar mbas ngjyrave, mbas kombinimeve dhe sot kam hapur një butik timi të vogël, modest, me veshje, kryesisht për goca, vetëm për goca. E dashuroj shumë këtë punë, më pëlqen shumë. Është pak a shumë është e lidhur me pjesën e artit, më bën të ndjem shumë mirë. Që e ke pas ëndër që i vogël ta kishe diçka të tillë, të ishe i përfshirë në modë, shikoje të lidhur me muzikën. Po, i shikoja të dyja bashk. Thoja, ose do bëhem këngëtar shumë i madh, ose do bëhem stilist shumë i madh. Stilist nuk jam, po kam hapur butikun time dhe e dua shumë këtë punë. Kam filluar të kem dhe klientët e mia të para, është butik e vogël, butik modest, kam synime patjetër të larta që ta çoj sa më lart. Edhe unë kam kryer edhe një kurs 6 mujor për stilim. Dua shumë që ta vazhdoj në të ardhmen. Momentalisht butiku nuk është brendi imi, unë thjesht përzjedh 10 koleksione të ndryshme që mua më përshtaten me stilin tim dhe atë që dua unë të përfaqësoj butiku im. Por në të ardhmen patjetër që ëndra është që dikur të kem brandin tim edhe të sjell në jetë dizajnet dhe skicat e mia. Gent, mund të thuash diçka interesante nga vetja jote? Ta dim ne si publik. Në fakt kam diçka interesante që shumë pak njerëz e dinë, vetëm të afërmit e mi, unë jam daltonik. Daltonizmi lidhet me mos perceptimin e ngjyrave, edhe më ndodh shpesh kjo, unë nuk i dalloj dot ngjyrat. Edhe pse merrem me rroba, me kombinime. Ka krijuar probleme në punë kjo? Më ka krijuar probleme. Mbaj mend kur punoja me rroba më përpara, jo tek butiku im. Për shembull, klientja thoshte,
dua bluzën vishnje, dhe unë thjesht paketoja ngjyrën e zezë. E kupton? E tmerrshme. Ose më ndodh me veten kur kombinohem në mëngjes që vishem edhe duhet të dal, edhe e vesh këtë dhe këto për gri të dyja, e kupton? Dhe thjesht njerëzit më thonë, Genti, ku shkon me Leila dhe blu, e kupton? Do të janë shumë nuanca që ndoshta nuk janë fare të ngjashme me njëra tjetrën, por në perceptimin tim ashtu si isha unë janë shumë të ngjashme, janë njësoj. Për shembull, ndonjëherë ka raste që duhet të pyes ku ta di unë motrën ose mamin kë kam në shtëpi që çfarë ngjyre është kjo ta vesh. Do duhet kërkosh ndihmë pra që. Ose kur jam që bëj shopping ose blej diçka dhe mbaj mend ka qenë një rast i kam thënë shitses dua të bluzën e verdhë të lutem. Dhe ajo po shifte kështu. Po falta, atë të verdhën aty. Jeshile, tha. Çfarë do të jetë? Thash ato dua masiu. Edhe kam shumë probleme me këtë, po është interesante edhe fani në të njëjtën kohë. Gend, mund të flasim për ndonjë projekt në të ardhmen? Si e mendon ti? Po, të them të drejtën do të ketë projekte në të ardhmen, sepse siç thash këto kohë kam qenë pak në pauzë për shkak të angazhimeve të tjera që kam pasur dhe fokusin e kam pasur tek butiku, por do të ketë projekte në të ardhmen. Në me zi pres. Dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Të falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit ty për ftesën. U kënaqa shumë. Të nderuar miq, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Do të shihemi së bashku në puntatën e ardhshme.